I nderuar atë janë të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Para se themi dy fjalë për shkrimin e shenjtë, dua të them diçka. Tani që është edhe periudha e verës dhe njerëzit për shëndet, për kënaqësi, shkojnë në plazhe, ka një problem për ne të krishterët. Sepse pavarësisht se plazhi me gjithë benefitet që jep për shëndetin, për argëtimin, për qetësinë, është i mirë dhe nuk jemi kundër plazhit, kuptohet, po bëjmë propagandë kundër plazhit, por çështja është ne nuk mundet që të mos vim në kish, në liturgjinë hynore ditën e diel, sepse do shkojmë në plazh. Nuk ka justifikim për të krishterën flasim. Pra, ka prioritete. Prioriteti i parë i njeriu që nga mëngjesi deri darkë, sidomos ditën e diel, që është dita e Zotit, është takimi me Zotin. Ashtu siç u takuan gratë miraprurse me Krishtin e ngjallur, herët në mëngjes, dhe që takua Krishti me apostujt në mbrëmje në darkë të dielës. Pra gjithë dita e diel është ditë e Zotit. Duhet ja përkushtojmë Zotit. Kështu që nuk mund të justifikohemi se kemi ditë pushimi dhe do shkojmë në plazh dhe nuk do vim në kish. Mirë është të bëjmë të dyja. E para, do të vim në kish. Të programojmë kohën që të vim në kish, të marrim pjesë në liturgjinë hynore, që është lutja zyrtare e kishës, dhe është puna më e madhe që njeriu bën bashkë me Perëndin për shpëtimin e njeriut, dhe që marrim misterin më të madh, trupin dhe gjakun e Krishtit. Pastaj, masi marrim uratat, bekimin, për lëshimin nga kisha nëpërmjet priftit, atëherë po mund të shkojmë dhe në punët tona, në argëtimet, siç është thamë edhe plazhi. Ndryshe bëjmë një gabim shumë të madh. Mendoni kur prifti ose dhjaku thot, le ti lutemi Zotit. Dhe kisha thot, mëshiro o Zot, ti je aty në shezllong, shtrirë, si justifikohet kjo? Ose me frikë beset dashuri afroni, ti je duke pirë një kafe, një limonat ose diçka tjetër. Që në vetvete nuk janë të këqija, nuk jemi kundër këtyre gjërave, por nuk mundet ne të mohojmë bashkimin me Zotin për një kënaqësi ose ushqimin që na jep Krishti trupin dhe gjakun për gjërat materiale të kësaj bote. Kush do ta bënte këtë? Prandaj vini prioritet. Të dielën organizoni të vini në kishë dhe mbas kishës vazhdoni një aktivitet tjetër. Edhe argëtimin e plazhit dhe diçka tjetër. Është kohë e verës dhe normalisht është vap, por kjo nuk na justifikon që të zhvishemi. Veshja është shpreha e dinjitetit njerëzor. Vetëm kafshët nuk kanë rroba. Njeriu ka rroba. Pse i ka rrobat? Se ja dha Zoti. Mbani mend në librin e parë të Biblës, Zanafilla, na tregohet që njeriu mbasi mëkatoi e pa veten lakuriq, sepse u zhvesh nga hiri i Perëndis. Atëre Perëndia, edhe pse njeriu përpoq të vishej, të mbulohej me gjethe fiku përmendet, dhe kjo tregon më shumë zhveshjen e tij, ashtu si ndodh dhe sot. Atëre Zoti bëri rroba prej lëkure, pra sakrifikoi disa kafsh, ju mori lëkurën dhe i veshi njerëzit. Sepse i ndau nga kafshët, që janë pa rroba, por edhe nga tundimi i mishit. Prandaj rroba është e domosdoshme. Sklevërit ishin pa rroba. Njerëzit primitiv ishin pa rroba. Sot, njerëzit rrobën e kanë alergji. Fatkeqësisht. Ju duket e tepër dhe sapo ngrohet pak me njëri heqin rrobat. Që kjo nuk është as shëndetësore, as etike. Sepse ata njerëz që kanë temperatura të nxehta, i keni parë si vishen nga kokat e këmbët për të ruajtur
nga rrezatimi, nga dëmtimi. Pra nuk të shpëton zhveshja për të shpëtuar ose shëruar trupin. Është e kundërta. Dhe do të kemi kujdes. Zhveshja e trupit nuk është modernitet, është primitivitet. Është kthim në epokën e gurit, në kohën e shpellave dhe në kohën e skleverve. Prandaj, ne jemi të krishterë, që jemi veshur me hirin e Zotit, por jemi veshur dhe me rroba, aq më tepër ku vim këtu në kish. Tani gjërat bëhen çik më serioze. Këtu në kish ne vim në shtëpinë e Perëndis. Nuk vim thjesht në shtëpinë e priftit ose në shtëpinë e njëri tjetër, shtëpinë e Zotit. Dhe kur vjen në shtëpinë e Zotit, si do vesh? Në qoftë se juve ju ka ftuar dikush në një takim serioz, në një event shumë serioz, patjetër do zgjedhësh rrobën e duhur. Nuk mund të shkosh me rrobat e shtëpisë ose me rroba të cilët tregojnë lakurisinë tënde ose që nuk i përshtaten seriozitetit të vendit, sepse do të japësh respekt atij që të ka ftuar. Madje ka disa evente që në qoftë se ti nuk e rrobën e caktuar të nxjerrin përjashta, nuk je serioz. Po këtu në kish, si mund vim me çfarë lloj rrobe neve? Aq më tepër, s'mund të vim të zhveshur këtu. Keni parë ndonjë shenjtor të zhveshur? S'ka. Pse? Sepse të gjithë kanë jetuar sipas vullnetit të Perëndis. Dhe kështu dhe kur vim në kish, do të zgjedhim rrobat më të mira, më serioze, dhe që të mbulojnë trupin tonë. Sepse nuk do vim në kish të tundojmë njëri tjetrin, të zbulojmë mishin. Thot Zoti, në këtë botë do vinë skandale, sepse është botë e mëkatit, por mirë ai që do sjellë skandali. Mendo vjen këtu në kish, nuk je veshur serioz. Aq më tepër me një veshje që zbulon lakurisinë tënde. Je provokues ose provokues, si për gratë dhe për burrat, edhe djemt dhe vajzat, kuptohet. Atëherë vjen dikush në kish dhe në vend që ta ketë mendjen te mesha, te liturgjia, të shikon trupin tënd sepse ti ekspozohesh. Fillon tundimi aty. Atëherë ti bëhesh skandal. Dhe ai do të akuzoj përpara Zotit, do të thotë nuk kam faj unë. Ai ose ajo erdhi në këtë mënyrë në kish dhe më tunduan mua. Pavarësisht se ai ka fajin e vet, sepse Zoti ka bërë syt me kapak, mbylli syt. Hiqe vëmendjen atje, përqendrohet te ikonat. Por ja që ndodhin skandalet dhe këtu brenda. Prandaj duhet pasur kujdes mënyra se si vishemi. Dhe nuk duhet të tolerojmë, sidomos ju nëna për vajzat, për fëmijët tuaj, që kur janë të vogël, të vegjël, sillini me rroba që të kuptojnë respektin e kishës. Dhe kur shikoni dikë, mos jeni indiferent, se nuk do lejë tani prifti i liturgjinë ynore të merret me një person ose dikush tjetër. Vetë aty ku jeni, këshilloheni me urtësi, nuk është mirë. Vishum në një mënyrë tjetër. Pra, kështu të ndihmojmë komunitetin, kjo është shtëpia jonë e përbashkët. Kush nga ju do lejonte që në shtëpinë tuaj të bëj rrëmuj, të bëj skandal? Patjetër që nuk do lejonte. Po pse në shtëpinë e Perëndis jemi indiferent? Kjo është shtëpia jonë. Kështu do mblidhemi në përjetësi bashkë. Nuk do kemi më shtëpi siç kemi tani të ndara e secili punë vet. Do jemi në një vend, në mbretërinë e Zotit. Dhe fillon që këtu mbretëria e Zotit, fillon që në kish. Prandaj të gjithë bashkë të jemi në një mendje, në një zemër, dhe të jemi me seriozitetin e duhur, që mos bëjmë skandale në shtëpinë e Perëndis, sepse mirë ai që do sjellë skandali. Kur e pyeti një herë Solomeja, thot tradita e kishës, e pyeti Krishtin, kur do vi fundi i botës? I thot Krishti, sipas traditës që transmeton kisha, kur ju grave t'ju humbasi turpi. Kujdes. Ashtu si djalli përdori gruan e parë për të rrëzuar njeriu e parë në mëkat dhe solli të keqin në gjithë botën, përsëri djalli përdor gruan. Pse? Sepse e shikon si një pikë, si një deriçk që të futet dhe të dëmtoj burrin, të dëmtoj familjen, të dëmtoj shoqërinë. Por Zoti përdori dhe gruan për sjellë shpëtimin në botë. Pra, shikoni si djalli ju përdor, por dhe Zoti ju përdor. Por si do ta përdorin veten? Atëherë kujdes. Ju gra
ju nëna, ju vajza, keni një detyrë të veçantë, të tregoni dinjitetin si të krishterë, jo vetëm me fjalë, jo vetëm me sjellje, edhe me robën. Dhe kështu të bëheni vërtet shembull që të shpëtojë dhe bota nga kjo lakurisi, nga kjo marrëzi, nga ky degenerim që po shkon deri në perversion. Kemi përgjegjësi ne të krishterët, jemi kripa e botës. Si thot Zoti? Ju jeni kripa e botës, thot, po çdo thot krip. Çfarë ka fjalën për gjellën tash? E ka fjalën që ne ruajmë botën nga prishja morale. Jo vetëm me filozofira, me predikime, me sjellje dhe me veshje. Por në qoftë se kripa thot e humbot pushtetin, me se do ta kripin? Do ta hedhin jashtë, do ta shkelin me këmbë. Në qoftë se ne themi jemi të krishterë, por zhvishemi, tundojmë njerëzit. Çfarë krishterësh jemi neve? Çfarë krishterësh? Atëherë thonë, ta janë disa gënjeshtar, tjera thonë, tjera bëjnë. Dhe ne do skandalisim tjerët dhe do të akuzojnë dhe tjerët neve që u larguan nga vullneti i Perëndis. Kemi përgjegjësi. Kështu pra të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, mendova t'i them këto fjalë sepse jemi në një kohë të tillë, por Zoti nuk ndryshon. Kisha nuk ndryshon, edhe pse ndryshon koha, edhe pse ndryshojnë stinët. Edhe ne të krishterët nuk ndryshojmë, po e dëshmojmë Krishtin me fjalë, me vepra, me sjellje dhe me veshje. Amin.